Mirëmbrëma, mirë se vini në ora e fundit. Shqipëria ka nivelin më të ulët të vjedhjeve në Europë dhe është në rrugën e dur për të andarësuar në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama kundërshton akuzat e Farage ndaj shqiptarëve, duke replikuar në distancë. Kreu i qeverisë fton sërish politikanin britanik të vizitojë Shqipërinë për të parë zhvillimin e vendit. Kryeministri e konsideron Bashkimin Evropian i bekim, duke rikujtuar largimin e Britanisë nga Unioni, drejtuar Farage. Rama tha se kur largohesh nga Bashkimi Evropian, flet gjepura. Edi Rama ka replikuar sërish në distancë me politikanin britanik Nigel Farage. Përpara studentëve në Kolegjin e Europës në Brugj, kryeministri hodhi poshtë akuzat për shqiptarët, ndërsa foli për largimin e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Ata që vinë nga mbar Europa e kuptojnë realisht se Shqipëria është vendi me vjedhjen më të ulët të shtëpive në Europë. Anglia thot po, sepse shqiptarët kanë ardhur tek ne. Kështu bën kur largohesh nga Bashkimi Evropian. Flet shumë gjepura. Merr pak kamomil para se ta dëgjosh që mos të zër depresioni. Nëse nuk jeni një prej atyre që keni ardhur, atëherë hejani. Është një vend që ja vlen ta vizitosh. Duke sjellë këtë shembull, Rama tha se Shqipëria është në rrugën e duhur për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Falë Zotit, ekziston Bashkimi Evropian. Ky është një bekim që ne në Shqipëri dhe rajone kemi. Këto nuk janë ditët më të mira për Europën dhe Bashkimin Evropian. Më shumë se integrim, është zgjerim. Mos harroni që Bashkimi Evropian është realiteti i parë në historinë e hartave me dy kufi, një të jashtëm dhe një të brendshëm. Brenda këtij kufiri të brendshëm jemi ne, Ballkani, si një fetus në mitrën e një gruaje shtatzan. Mendoj që së fundmi jemi në rrugë të mbar. Jam i sigurt që Federica Mogherini është më e lehtësuar, sepse e la Brukselin me një premtim të brendshëm për të mos u kthyer kurrë dhe erdhi në Brugj për të gjetur stre në sytë e një brezi të ri. Sipas Ramës, Europa duhet të projektojë një rrugë të qartë për ribashkimin e saj. Shqipëria hodhi sot një hap më pranë antarësimit në Bashkimin Evropian. Në Bruksel u mbajt konferenca e 6 ndërqeveritare, në të cilën u hapën negociatat për grup kapitullin e agjendës së gjelbër. Komisionerja Marta Kosta se Shqipëria ka ecur me shpejtësi mbreslënse në rrugën e integrimit dhe se duhet të vazhdojë me këtë ritëm edhe reformat. Kryeministri Rama e quan në ritëm rekord hapjen e 5 grup kapitujve në 11 muaj. Shqipëria është më pranë Bashkimit Evropian. I shoqëruar nga komisionerja për zgjerimin Marta Kos, kryeministri Edi Rama, në shenjë simbolike vendosi mbi tabelën e murit të zgjerimit piketat e reja që dëshmojnë hapjen e grup kapitullit, agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme, të cilat e çojnë në 28 numrin e kapitujve të hapur për antarësimin në Bashkimin Evropian. Në konferencën për shtyp që pasoi, komisionerja Kos e konsideroi rekord hapjen e 5 grup kapitujve të negociatave në vetëm 11 muaj, ndërsa rikonfirmoi ambicien për mbylljen e tyre brenda 2027-s. Shpejtësia e Shqipërisë është mbreslënëse. Ky rezultat është rrjedhë e punës së madhe të autoriteteve shqiptare që kanë çuar përpara reformat përgjatë shumë viteve dhe sidomos gjatë këtij viti, pavarësisht të zgjedhjeve që janë zhvilluar. Ne dimë që reformat që ju kërkojmë kandidatëve tanë ndonjëherë nuk janë të lehta, kërkojmë ndryshime thelbësore, por vendi juaj i dashur kryeministër po tregon që mund të bëhet. Shqipëria po tregon që ndryshimi pozitiv është i mundur dhe se Bashkimi Evropian e shpërblen këtë ndryshim pozitiv. Ndërsa ministria e jashtme daneze Marie Bjerre, që mbante presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, vlerësoi reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare me në krye atë në drejtësi. Shqipëria ka bërë përpjekje të forta përgjatë viteve të fundit me reformën e drejtësisë, luftën kundër korrupsionit dhe me harmonizimin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Shqipëria ka treguar qartësisht se shet të ardhmen e saj në Evropë. Në emër të qeverisë shqiptare, Edi Rama u angazhua për përmbushjen e reformave të ndërmarra, jo vetëm për antarësimin, por për të sjellë qytetarëve Europën në Shqipëri, e për këtë tha se puna nisi nga riformatimi i kabinetit qeveritar. Përmes Bashkimit Evropian ne mund të marrim të gjithë dijen për të ndërtuar institucionet, për të ndërtuar shtetin që jep e ofron për qytetarët e vet, përtej individualiteteve apo personaliteteve të tyre, dhe kjo është e jashtëzakonshme. Për ta bërë këtë, Bashkimi Evropian të jep mjetet për të rishpikur veten si vend dhe për të rishpikur veten si shtet. Sfida jonë është të rishpikim veten deri në fund dhe kjo është arsyeja pse e përmenda që tashmë kemi një ministri më vete vetëm për mjedisin në një ekip që është rritur gjatë detyrës.
Kos bëri thirrje për konsensus politik për hir të integrimit, ndërsa kryeministri Edi Rama tha se e vetmja rrugë për shqiptarët është Bashkimi Evropian. Vazhdoni kështu me këtë ritëm, duke u siguruar që të përfshini edhe parlamentin, shoqërinë civile, sektorin privat, sepse një konsensus i gjerë kombëtar përmirëson pranimin shoqëror më tej, sidomos për fusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia në gjyqësor dhe lufta kundër korrupsionit, e drejta e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias që përmbushin piketat e ndërmjetshme. Ne dim që ka sfida, e dim që duhen bërë shumë përpjekje, por e dim edhe që nuk ka asnjë rrugë tjetër. Më së fundmi kjo është hera e parë për ne në histori që zgjedhim lirisht me kë duam të martohemi. Jemi martuar me detyrim me perandori të tjera në të shkuarën, kështu që kjo është një perandori pjesës së cilës duam të jemi, një perandori vlerash, të drejtash, një perandori sigurie e sigurimi, ku më së fundmi qytetarët tanë do të sigurohen që të drejtat dhe liritë e tyre nuk do të merren nga askush që vjen më pas. Grup kapitulli Agenda e Gjelbërt dhe ndërlidhja e qëndrueshme përfshin fusha kyçe si tranzicioni i gjelbërt, mbrojtja e mjedisit, energjia e pastër, ndërlidhja e qëndrueshme e transportit, të cilat janë në qendër të marrëveshjes së gjelbërt europiane dhe prioriteteve strategjike të Bashkimit Evropian. Më pas mbetet vetëm grup kapitulli për burimet, bujqësinë dhe kohezionin, i cili do të përmbyllte të gjithë fazën teknike, duke hapur kështu të gjithë grup kapitujt e antarësimit. Edhe presidenti Bajram Begaj ka vlerësuar ecurinë e Shqipërisë në negociatat me Bashkimin Evropian. Nga Budapesti, ku ndodhet për vizitë zyrtare, kreu i shtetit përcolli dhe mbështetjen e Hungarisë ndaj Shqipërisë në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Miratohet në kuvend shtimi në 11 i komisioneve parlamentare, opozita kundërshtoi ndryshimet dhe braktisi sallën gjatë votimit duke pretenduar se i është hequr e drejta për të drejtuar Komisionin e Integrimit. Por pasdite, Sali Berisha hoqi Jorita Tabaku nga Komisioni i Evropës dhe vuri nën kryetare Vokshin e linjës së ashpër. Partia Demokratike ndërkohë plotësoi të gjitha vendet drejtuese në komisione pavarësisht bojkotit paradite. Ska vend për rebelët pro-europian. Sali Berisha spostoi Jorita Tabaku nga Komisioni për Europën dhe Politikën e Jashtme dhe propozon aty për nënkryetare gruan besnike Albana Vokshi. Arsyeja sepse në Tiranë e Bruksel, qëndrimi i opozitës për integrimin europian nuk duhet të lëviz as presjen nga ajo e doktorit. Fjalën e opozitës thoshte të vërtetat, qoftë Brukselit, qoftë komunitetit ndërkombëtar. Ne do bëjmë çdo gjë që zëri ynë të ndëgjohet dhe natyrisht këta janë vite drite larg plotësimit të kritereve në çdo fushë. Bojkoti i opozitës është sa për sy e faqe. Deputetët demokrat nuk shkuan pas ditën e së martës në kuvend për të çuar emrat, por i kanë gati propozimet për kryetarët e nënkryetarët e komisioneve parlamentare. Mazhoranca socialiste në 5 minuta procedoi e vetme duke miratuar me 78 vota pro propozimet e saj. Opozitën sallë e bën Josefina Topalli, Tedi Blushi e disa deputet partive të reja, me një vot kundër gjithsej. Ftoj pakicën parlamentare për të paraqitur propozimet e tyre për kryesinë e komisionet përhershme parlamentare. Sa i përket propozimeve të doktorit, që me të gjitha gjasa do të paraqiten seancën e radhës, deputeten më të votuar demokrate në Tiranë, Tabakun, e ngushëlloi më e postin e kryetares së Komisionit të Medias, përballë socialistes Iris Luarasi, Mjeku Barspaia, kryetar tek shëndetësia, Luciano Boçi tek arsimi, ndërsa Ina Zhupa tek kultura e turizmi. Edhe tek nënkryetarit nuk ka shumë surpriza. Berisha gositi besnikët e vet, Bylykbashin tek ligjet, Eno Bozon te infrastruktura, Mziun tek bujqësia, kurse Perla mbetet Komisioni i Sigurisë. Nënkryetar aty do të jetë djali i Fari Balliut. Kjo tregon se opozita ka reflektuar dhe pas pranimit të mandateve nuk ka synim bojkotin, por vetëm shty në kohë emërimet, duke shpresuar tek plani B. Ne duhet dërgojmë menjëherë gjykatë kushtetuese me kërkesë edhe për pezullimin e vendimit të sotshëm të miratimit të ndryshimeve të rregullores në të cilën janë shkelur parimet themelore të kushtetutës. Por fshehurazi ujrat në Partinë Demokratike lëvizin. Pazari i parë parlamentar është mbyllur. Ina Zhupa, Klodiana Çapja dhe Ledina Alolli do të ndrojnë logo. Ato do të jenë deputetet Partisë së Lirisë për t'i formuar Ilir Metës grupin parlamentar me në krye Tedi Blushin. Gjykatësit shqiptar kanë sulmuar ashpër kryeministrin Rama për kritikat që i bëri një kolegu të tyre dje duke bashkuar zërin me prokurorin e shkarkuar nga Vettingu dhe demokratin e rigjetur Arjan Doja, por nuk thanë asgjë për sulmin po dje
ndaj gjykatës Irena Gjoka prej Sali Berishës. Qëndrimi i tyre duket se nuk ka lidhje me politikën, por me refuzimin që qeveria i bëri kërkesës së tyre për shtesa në pagë. Dhe pas nisjes drejtësisë së re që prodhoi reforma në vitin 2016, pagat e gjyqtarëve në gjykatat e të treja shkallëve janë arritur më shumë se 2 herë. ABC News zbulon rrogat e mëdha të gjykatësve shqiptar që arrin në mbi 8.000 euro në muaj. Në qershor të këtij viti, Unioni i Gjyqtarëve kërkoi rritje me 700 euro të pagës së gjyqtarëve të të gjitha niveleve. Kërkesa është depozituar në gjykatën kushtetuese dhe tashmë është kaluar për shqyrtim në seancë publike. Kërkesa e tyre ndeshin reagimin e ashpër të kryeministrit, i cili e quajti ndërhyrjet në punët e brendshme të ekzekutivit, dhënien në lëvizje të gjykatës kushtetuese. Qeveria thotë se është punë e saj caktimi i pagave, ndërsa kryeministri e quajti të tepruar kërkesën pasi sipas tij, gjykatësit në shumë raste paguan më shumë se sa presidenti i Republikës. Por si është e vërteta? Pagat e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, të treja shkallëve të gjykimit, pothuajse janë dyfishuar prej vitit 2016, që përkon me miratimin e reformës në drejtësi. Para miratimit të reformës, një gjyqtar i shkallës së parë paguaj mesatarisht 100.000 lekë, pa llogaritur vjetërsinë e punës, apo transferime dhe nivelet e gjykatës, ku ushtron detyrën. Pas miratimit të reformës, paga bazë një gjyqtari të shkallës së parë pothuajse u dyfishua dhe tashmë paguhet 224.000 lekë. Rritje të konsiderueshme kanë përfituar edhe gjyqtarët e apelit. Aktualisht një gjyqtar i apelit paguhet 302.000 lekë, ndërsa para miratimit të reformës, rroga e një gjyqtari ishte 130.000 lekë. Edhe gjyqtarët e gjykatës së lartë paguhen mesatarisht 315.000 lekë, pa llogaritur orës shtesë apo vjetërsinë në punë, si dhe faktin që janë në përgjim, duke hequr dorë nga privatësia. Para miratimit të reformës në drejtësi, një gjyqtar i lartë paguaj 175.000 lekë. Më të paguarit në radhët e sistemit të drejtësisë janë gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Gjyqtarët kushtetues paguhen 727.000 lekë, ndërsa para vitit 2016 ata paguheshin 364.000 lekë. Një shtesë tjetër prej 700 eurosh do ta çonte rrogën e një gjykatësi kushtetues pa shtesa e shpërblime në më shumë se 8.000 euro në muaj. Shqipëria është një vend i varfër ku rroga mesatare në shtet nuk i kalon 1.000 eurot, por kur vjen puna tek gjykatësit, pagesat e tyre do t'i kishin zili edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Këshilltarët socialistë Bashkisë Tiran mbledhen të mërkurën për të vendosur në lidhje me shkarkimin e kryebashkiakut. Në Asamblenë e Partisë Socialiste, kryeministri Rama kërkoi që Këshilli Bashkiak ta shkarkojë Veliajin, ndërsa propozoi Ogerta Amanasiliun si kandidate për Bashkinë e Kryeqytetit. Vetëm 5 ditë pasi Edi Rama kërkoi zgjedhje të parakoshme në Bashkinë e Tiranës, këshilltarët socialistë janë vënë në lëvizje. ABC News mëson se anëtarët e Këshillit Bashkiak janë thirrur të mërkurën në orën 17 në një mbledhje në Selin Roz, ndonse nuk kanë marrë informacion mbi arsyet e takimit. Besojnë se do diskutohet për fatin e Erion Veliaj. Ne duhet marrim vendim politik, për t'i hapur rrugë zgjedhjeve për një kryetar të ri bashkie në Tiranë. Në Asamblenë e Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama ju kërkoi anëtarëve socialistë të Këshillit Bashkiak që të shkarkonin Erion Veliajin, i cili prej datës 10 shkurt të këtij viti ndodhet në masën e arrestit me burg të dhënë nga GKK-o pasi akuzohet për korrupsion nga SPAK. Rama propozoi Ogerta Amanasiliun si kandidate për Bashkinë e Kryeqytetit, por ende nuk ka një datë se kur Këshilli Bashkiak mund të mbledhet, por ligji parashikon se mbledhja duhet të njoftohet 5 ditë përpara. Ligji parashikon nisjen e procedurave të shkarkimit të kryetarit nëse ky i fundit nuk paraqitet në detyrë 3 muaj pa ndërprerje dhe duhet të marrë votat e shumicës së këshilltarëve. Më tej vendimmarrja i takon Këshillit të Ministrave që vendos shkarkimin, por në rast se Erion Veliaj do të ankimonte në gjykatën kushtetuese brenda 15 ditësh, vendimi do të pezullojë deri në një vendimmarrje të gjykatës. Në rast se jo, i hapet rruga presidentit Bajram Begaj të dekretojë zgjedhjet e parakoshme. Ish kryebashkiaku i Durrësit Bangjur Dako është arrestuar nga policia e Durrësit në zbatim të vendimit të apelit të gjykatës së posaçme që e riktheu në burg me vendimin e ditës së martë. Dako përfundoi në spital sapo mësoi vendimin që ai duhet të rikthehet në qeli, pasi i kanë mbetur për të vuajtur edhe 10 ditë dënim. Dako ka pësuar aritmi dhe mori ndihmë në spital. Aty shkoi edhe policia e Durrësit duke bërë të mundur ekzekutimin e vendimit të apelit të GKK-s. Bangjur Dako pritet i dorëzohet drejtorisë së burgjeve për ta rikthyer në qeli.
Mirë, me mua në studio është bashkuar avokati i njohur, zoti Hidayet Beqiri. Avokat, mirëmbrëma, kënaqësi që je me mua në ora e fundit. Kënaqësi për mua që jemi bashkë. Avokat, dua ta nis diskutimin me një çështje të rëndësishme, siç është në fakt gjyqi që po zhvillohet ndaj ish presidentit të Kosovës, zotit Hashim Thaçi, në gjykatën speciale. Por çfarë specifik ligjore ka për ju ky gjyq ndaj Thaçit dhe ish luftëtarëve të UÇK-s në gjykatën speciale? Gjykata speciale e Hagës, në fakt, ishte një lobim i hershëm i Serbisë, madje që kur ishte në pushtet Slobodan Miloševići, ata i pregatitën herët kushtet që faktori ndërkombëtar të ndikonte në Kosovë që të miratojë kjo gjykatë. Dhe kur them që ishte lobim serb dhe pregatitje serbe prej kohësh, këto pregatitje filluan faktikisht para vitit 2000, do më thënë, në momentit që u shpall pavarësia e Kosovës dhe Kosova u bë shtet i pavarur, qysh në atë kohë filluan të pregatiteshin dosjet kundër luftëtarëve të UÇK-s. Dhe për fatin e keq u sponsorizua kjo veprimtari me para të madhe shumë dhe u përfshin këtu disa shqiptar, në thonjza do të thosha shqiptar, se ata me të vërtet, do të thënë kombësin mund ta kenë shqiptar, po faktikisht u kthyen në shërbëtor të Serbisë dhe nuk janë një e dy, por ata u muarën, u përzgjodhën, u panë se çfarë ishin dhe pastaja nëpërmjet Arkanit, një kriminal lufte nga më të rrezikshmit, nëpërmjet Fazliçit, Damjan Fazliç, nëpërmjet Lazarovićit, por edhe nën komandën e Bulatovićit, ish presidentit Malit Zi, por një serb i thekur edhe ai, ata arritën deri aty sa edhe nga Shqipëria, më thënë, rekrutuan njerëz dhe tanë, kam parasysh këtu edhe Lulzim Bashën, edhe Argita Berishën, edhe Kunatin e Lulzim Bashës, edhe Jamar Bërmaltezin, të cilë u dhanë 80.000 euro në muaj pag, që s'kish bërë kur vaki, do më thënë, të marrë 70.000 euro pag mujore, atje, thjesht dhe vetëm që disa krime që kishin ndodhur në Kosovë, qoftë edhe për çështje asmërie, që s'kishin lidhje absolutisht me UÇK-n, që s'kishin asnjë lloj motivi politik e tjera, ata u munduan që t'ja hidhnin ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ta njollosnin atë dhe të përgatisnin dosje të falsifikuara, të cilat çuan deri aty pastaj sa e kemi parasysh se doli dhe e famshmja shtëpia e verdhë edhe që përfundoi në një turp të madh dhe që realisht nuk u fut në këtë akuzme pasaj se kuptohet që ishte një shpifje ndyrë. Dhe pikërisht në këtë moment, domethënë, mbasi përgatiti kushtet dhe kishte disa gjoja prova, Serbia i kishte grumbulluar në ato dosje që atëre ndikuan që të krijojë gjykata speciale. Dikush thotë që e ka faj Parlamenti i Kosovës që e miratoi këtë gjykatën e posaçme dhe madje bëj fajtor vetë Thaçin që ai këmbguli që të miratojë të bëj. Ishin të detyruar, faktori ndërkombëtar mendonte se për tjetër gjë do krijohej ai gjykat, kurse ata që ndikuan në fillim për ta krijuar, ata e dinin jashtëzakonisht mirë që ai do deformonte, do devijonte dhe devijoi. Ajo faktikisht po gjykon sot ushtrinë çlirimtare të Kosovës, po gjykon sot shtetin e Kosovës, po gjykon sot lirinë e Kosovës dhe ka marrë në mbrojtje hapur agresorët gjenocidistët serb. Por avokat, a e shikoni ju të nevojshme që kjo gjykatë speciale të rëzohet apo të shkrihet, ndoshta me vendim politik të parlamentit apo ndoshta edhe me vendim ligjor? A janë kushtet? Mund të bëhet diçka e tillë? Problemi është që në Kosovë, për fatin e keq, dhe unë këtu bëj një parantezë, domethënë për të qenë edhe mirënjohës se dua të jem gjithmonë korrekt me veten time, se kur pata probleme vetë personalisht me Serbinë edhe u arrit që dhe të ndalohesha në Kosovë edhe të arrestohesha atje të rrinja 40 ditë, domethënë para burgim, personi që më mori në mbrojtje
haptaz edhe me qëndrim zyrtar nga më të fuqishmit ishte Albin Kurti, ishte kryetari i Komisionit Politikës Jashtme në atë kohë, edhe doli me një deklarat jo vetëm publike, por i tha dhe Parlamentit Kosovës, i tha qeverisë Kosovës, ministrit jashtëm të Kosovës, ministrit drejtësisë e tjera, që adetar të tillë që kanë luftuar për Kosovën e tjera, mos bëni turp që të merrni edhe të zbatoni urdhrat e Serbisë. Dhe ai, domethënë, pati ndikim të madh, dhe unë jam mirënjohës për këtë gjë. Po faktikisht unë nuk mund t'ja fal Albin Kurtit, që mbas saj, mbasi u bë kryeministri i Kosovës, ati momentalisht janë errur syt, çka do të thotë për pushtet, po shet shtetin. Nuk ka gjë më të shëmtuar që të lëshosh shtetin për pushtet. Kurrë në kurrës nuk duhet të lëshuar shteti, dhe shteti është UÇK-ja. Shteti janë këta herojnë, 4 që janë atje në Hag, këta e themeluan shtetin e Kosovës që udhëhoqën atë UÇK, dhe e gjithë Kosova, gjitha forcat politike atje, duhet t'jenë të njëzashme që t'i japin dermën njëre mirë kësaj gjykate speciale. Si mundet organizohet e të bëhet kjo gjë? Albin Kurti let vijet në krye, se është ende kryeministër i qeverisë Kosovës, edhe i ka madje, i ka të gjitha kushtet e i ka të gjitha mundësit që edhe një referendum popullor ta bëj, se referendumi faktikisht me protesta e bëri Kosova, e bëri dhe atje në Hag, e bëri dhe në Kosovë brenda në Prishtinë, por le ta bëj tashme edhe me vota për ta xhber me njerë këtë gjykat speciale për të mos i njohur absolutisht vendimet e saj, dhe këtë ta bëj në emrin e një shteti sovran si që është shteti i Kosovës. Pra janë mundësit, por po vazhdojnë të gabojnë, sepse u ka errur syt pushteti, dhe për të mbajtur pushteti, për të shtuar vota, kanë arritur deri aty tashme, sa po humbasin edhe shtetin e tyre, themelet e shtetit tyre, dhe themelet e shtetit është gjaku i dëshmorëve të UÇK-s, është lufta e tyre, me ndihmën e NATO-s. Si e keni lexuar ju avokat reagimin që kanë patur Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt për drejt Albin Kurtit, të cilët e konsiderojnë si faktor destabilizues dhe kërkojnë një tjetër bashkëpunëtor në Kosovë? Pse një reagim i tillë? Po problemi është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shikojnë faktikisht, sepse ne Kosovën shtet e kemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne Kosovën shtet e kemi nga armët e UÇK-s, por armët e UÇK-s bën që të vinte NATO, se po t'ishte, domethënë për vetëm për UÇK-n, lufta do të ishte jashtëzakonisht e gjatë, kuptohet, do të ishte barrë jashtëzakonshme për Serbinë, sa do detyrohesh Serbia që këtë barrë nuk do ta mbante me, edhe vetë do ta dorëzonte Kosovën, por do të ishte një rrugë e gjatë. Kurse NATO e bëri jashtëzakonisht të shkurtër atë rrugë, kur u vu dhe mbështeti ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Pra, ne shtetin e Kosovës e kemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përjedhoj, ata e duan atë shtet Kosovës, e duan se kanë bazat e tyre të fuqishme ushtarake atje, e duan se aty e duan që ta kenë kufirin, domethënë tek thana themi neve për t'ia vënë lindjes Rusisë vendeve të tjera, dhe përjedhoj ata duan zhvillimin e këtij shteti, që ky të jetë shtet me të vërtet ligjor, të jetë shteti i së drejtës, të jetë shtet që të respektojë pakicat e të tjera, por aman kurrë në kurrës që për pushtetin ta humbasin shtetin, dhe e duan të fortë këtë shtet. Shikojnë që këtu ka defekte serioze, dhe këto defekte serioze ata i shikojnë edhe në raportet e forcave politike atje, të partisë që ka shumicën me partitë e tjera, dhe përjedhoj, ata kanë dhënë disa herë Shtetet e Bashkuara të Amerikës alarmin, ata po japin përsëri alarmin tani, dhe po i thonë, ndalu bek se ka endek. Çka do të thotë që burgosja e Hashim Thaçit, Jakub Krasniqit, edhe dy luftëtarëve të tjerë atje në Hag, u thotë që po i mbani padrejtisht, këta jo vetëm ishin që prun, domethënë shtetin, edhe prun lirinë e pavarësinë e Kosovës, por janë edhe negociatorë tepër të përgjegjshëm, tepër të aftë, kanë dhënë madje prova, Hashim Thaçi dha prova në Rambuje, se çfarë negociatori ishte, dhe që ata e kanë njeriun e tyre, sepse Thaçi edhe kur ishte komandant i UÇK-s, asnjë gjë nuk ka bërë
pa miratimin e NATO-s, pa miratimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është dhe firmëtari pavarësisë Kosovës. Po pikërisht. Zoti Thaçi, por nga Kosova doja të ndaleshim në Shqipëri, ndërkohë që kryeministri Rama ditën e sotme ishte në Bruksel për hapjen e grup kapitujve të tjerë përsa i përket integrimit të vendit, Berisha nga ana tjetër në mbledhjen e grupit parlamentar ka deklaruar se Shqipëria nuk plotëson asnjë kriter dhe është qendra e narkotrafikut. Por avokat, pse një qëndrim i tillë i Berishës? Nuk e do opozita integrimin e vendit? Po jo opozita, mos të ngatrojmë opozitën me bandën kriminale të Sali Berishës. Banda kriminale e Berishës, që uzurpoi Partinë Demokratike në vitin 1990, ajo kur se ka dashur Shqipërinë, ajo nuk ka mbrojtur në njerë interesat kombëtare shqiptare, ajo gjithmonë ka qenë shërbëtore e Serbisë, ajo integrimin e Serbisë e do, po kur në kurës të Shqipërisë, madje integrimin e Serbisë e do, po e do në Rusi, jo në Bashkimin Evropian, edhe përjedhoj ka sabotuar gjatë gjithë kohës këtu brenda vendit tonë. Ka sabotuar në çdo lloj fushë. Nuk është nevojë të rendis dhe njëherë, nga e para të them që si e ka rrëzuar kaq herë shtetin dhe çakte ka bërë ai, akte kriminale barbare, vrasje masive e të tjera, korrupsion të jashtëzakonshëm shtetror, kusari sa s'ka ku të vej me, ullje të dinjitetit shtetit deri në rrëzim komplet të saj e të gjithë institucioneve siç bëri në 97-ën, grushtin e turpshëm të shtetit të vitit 98, atë bombë atomike që vendosi atje Çernobilin e Gërdecit e tjera, të tëra këto, nuk i ka bërë thjesht dhe vetëm që të mbushe xhepat e tija. Xhepat i ka mbushur ai plot, po se ka bërë për këtë më shumë se sa ka bërë në interes të Serbisë, në interes të asaj që ai i shërben asaj. Përjedhoj, mos prisni që ai, domethënë, të thotë sot edhe shqiptarët nuk presin që të thotë ai një fjalë të mirë për Shqipërinë. Ju e shikoni si ka rënë. Më parë bënte namin Beogradi kundër Shqipërisë. Nuk lide gjë pa thënë kundër Shqipërisë. Gazetat e Beogradit, televizionet e të tjera, atje për ta ulur këtë vend, për ta poshtruar këtë vend, për ta bërë këtë vend, domethënë si vendin më të humbur të Europës e tjera dhe që të largonte sa më shumë Bashkimin Evropian, na Bashkimi Evropian. Sot bëjnë propaganda ata? Jo. Pse? Se e kanë Tiranë, e kanë Saliun këtu, edhe këtë gjë e bën në emër të tyre e bën Saliu. Dhe ai tani arrin që sukseset e këtij vendi, që janë të dukshme, do Saliu, nuk do Saliu, Tirana është bërë kryeqytet evropian. Do Saliu, nuk do Saliu, nuk ka qos ka me, nuk ka hale në lanë e tjera. Gjithë Shqipëria është bërë me qytete model. Do Saliu, nuk do Saliu, tunelet atje edhe rruga e asaja, e Bregdetit të Shqipërisë, tunelet e Llogaras e tjera, e kam bërë Bregdetin ton nga më të begat për turistët e për tjera. Do nuk do Saliu, na 300.000 që i vinin maksimalisht ati turistë Shqipëri, sot ke 12 milion, 13 milion, po vinë ata gjithandeja. Infrastruktura është bërë model në të gjithë Shqipërinë, po vemi në Korçë tani për një orë gjysmë e tjera. Këto e çmendin Saliun. Edhe ai mendon, sikur Europa këto nuk i shikon. Sikur Evropa nuk ka njerëzit e vetë, nuk ka ambasadat e veta që shikojnë si punojnë. Kjo qeveri e që sukses ka, e që arritje ka e tjera. A ka defekte? Ka plot. Kush mund tjetë defekti më serios i kësaj qeverie? Po, unë Edi Ramës, kur them unë, kam parasysh populli shqiptar, nuk i falë vetëm një gjë. Na 2013 dhe deri më sot, të mbaj qëndrimet tilla dhe të mbaj zvarë, do më thënë, në krye të opozitës që ka këtë në organizat kriminale Sali Berishën dhe të mos i formëson dhe dosjet kundër tia, që është në 2013-ën, maksimalia deri në 2017-ën, dhe kjo e keqe mbarë kombëtare, kjo e keqe serbe që du i shpastruan një herë mirë të i kishe ikur në barra Shqipëris, është përgjegjësi drejt për drejt e Edi Ramës dhe qeverisjes së ti, sepse vetëm një dosje i përgatiti. Dosjen e kompleksit Partizani. Dhe me te po mere tani, spaku e tjera. Po dosjet e tjera, pse si përgatiti, a i ka dokumentet. Qeveria i ka dokumentet. Ka kaj vjet që i ka. Kështu që në këtë aspekt, do të mos presim, na Saliu do thot në i fjalë të mirë. Shiko tani ndryshimi që bërit e komisioni. Ka vën Albana Vokshin. Të heqësh Jorida Tabakun.
e cila ka marrë 23.000 vota, i mori vetëm Tiranë. Në një kohë që Saliu 0, s'ka marrë vot Tiranë. Meri shikojni, sa vota mori Saliu. Meri shikojni, sa mori, ka marrë Albana Vokshi në një vot? 0, as një vot. Këta që nuk marrin vota dhe që janë 0, këta që janë më të korruptuarit në partinë e tia, si që është Albana Vokshi, por që i ka në dorë Saliu, sepse i komandon frerin e Albana Vokshi, tu të këdhembët, e ka Saliu. I adhan përmjet motrës që kishte atje këshilltarin e afërt Saliu, i dha naftën e Visokës, e Ballshit edhe të Cakëranit, e mori Albana Vokshi, i dha tani edhe 1/3 e asaj kullës aty tek Shqipëria sot, 1/3 Shkelzeni, 1/3 Albana Vokshi, dhe i thot Albanës, do të shojtë e komisioni i integrimit, që të blokosh me sa të mundësh, që çdo lloj mbledhje që do bëjë ai komision, ti detyrën tënde ke blokim, që të vonohemi neve si Shqipëri, mos futemi në Bashkimin Evropian. Këtë mision ke, edhe atë çon. Pra, janë veprime të paramenduara, por faktikisht i ka ardhur fundi, sepse po e shikojmë vetë, e ka parë dhe gjithë Europa, që si është e vërteta dhe Shqipëria, po me hapa, do më thënë, të jashtëzakonshme suksesi, po i kalon të tëra shkallët, edhe negociatat thoi se po i mbyllë dhe 2027 do mbyllen, dhe në 2029, për fatin e mirë Shqipërisë dhe Shqiptarëve, do jemi antar i 29 i Bashkimit Evropian. Ju avokat vini nga fusha e drejtësisë. Kam një pyetje drejt për drejt për ju, meqense dua të marrë shkas në fakt edhe nga një ngjarje fundit ku gjykatësit shqiptar kanë reaguar ashpër ndaj kryeministrit Edi Rama për një kritik që ai ka bërë ndaj një kolegut të tyre. Ndërkohë, të njëjtit gjykatës nuk kanë reaguar ndaj fyerjeve që Sali Berisha ka bërë ndaj gjyqtare si Irena Gjoka. Nuk e di si e shikoni ju këtë qëndrim. Pse një qëndrim i tillë? E para unë duhet diferencoj jo gjyqtarët, sepse Shqipëria është e vërtet që ka një grusht gjyqtarësh të cilët për fatin e keq kanë zënë dhe poste drejtuese, dikush nën kryetar i një gjykate, dikush kryetar shoqate, nën kryetar shoqate, në kryesinë e shoqatës e të tjera, që janë qenë të tredhur të Saliut edhe të Argita Berishës, dhe ata bëjnë çaj urdhëra u jep Saliu dhe Argita Berisha. Dhe për fatin e keq, qoftë shoqata e gjyqtarëve apo konferenca e tjera, ka element të kësaj natyre që po vërshëlleu Argita nëpërmjet Saliut, ata atë urdhër zbatojnë. Edhe përjedhoi ju e pat, i vurin në rresh këtë radhë Argita edhe u tha atyre gjyqtarëve që vërsulju një kryeministrit se beri namin me ati gjyqtarit. Qa i tha ati gjyqtarit? Ati gjyqtarit i tha ca argumente që kryeministri vendit në emër të mazhorancës, në emër do më thënë të shqiptarëve të popullit, se ne derisa i themi që t'japim 60% të votave, derisa i themi t'japim 84 deputet në shqiptarët, ja japim këto që a i të reguloj të tërë punët e Shqipërisë. Edhe sistemi gjyqësor, në rrasë e shikon që është i kalbur, le të gjejnë mënyrën të bëjnë projekt ligje të tilla, të gjejnë dhe bazë ligjore, të ndryshojnë po duan dhe kushtetutën, me qëllim që nuk dha efekt vettingu, të gjendet një mënyrë tjetër për t'i pastruar, për t'i qiruar ata. Pra shqiptarët, edhe ky në emër të kësaj vote që jepet, siç kam drejtë dhe unë, qytetari i thjesht të bëj vërejtje për një vendim gjyqësor, ka dhe ai të drejtë bëj vërejtje për një vendim gjyqësor. Gjykata shkallës tjetër ne ta shikoj. Po e pa që është i gabuar, ai vendim dhe ja hodhi poshtë këtij gjyqtari, atëre i ledeja edhe ke legjeja të marri masa ta zhduki në faqedheut. Pra, nuk është ai qamet i madh, nuk preket pavarësia se flas kam unë, flet kryeministri apo qoftë dhe presidenti i vendit. Folti, ata kanë vendimin në dorë. Kurse këta gjyqtar pra, që tregojnë fanatik edhe i vërsuljen kryeministrit, këta gjyqtar nuk tregojnë fanatik që t'i thon organit akuzës dhe që t'i thon kryeministrit vendit që vënë në lëvizje policinë e shtetit, vënë në lëvizje ministrinë e brendshme, vënë në lëvizje gjithë organet, shikun që ke këtu e tjera me radhë, na zbuloj kush na i vrau gjyqtarin Skerdilajt Konomin. Të thot kjo, po pse se bëjnë këta gjyqtar që të gjejnë kush e vrau kolegun e tyre, se nesër mund i vrasin dhe këta.
atje në rast se i lënë kështu në këtë mënyrë. Faktin që nuk ngrihen ndaj akuzave banale, ndaj akuzave skandaloze, nga atyre kërcënimeve skandaloze që kreu i opozitës bën për Irena Gjokën. Në një kohë që të tëra janë shpifje ato që thotë Saliu, dhe kur vjen problemi, nuk ngrihen e të thonë, more çështju qëndrim që mbajnë ndaj kësaj gjyqtare. E kemi te gjykata e posaçme, ka dhënë vendime të rëndësishme kundër korrupsionit lartë shtetëror edhe disa personave që kanë patur funksione të forta publike. Si nuk e marrin mbrojtje? Pse nuk thoni një fjalë për të? Pse nuk thoni një fjalë? Është ajo që unë ju thash. I ka tredhur Saliu dhe Saliu, kur i bie bilbilit hidhen ata. Po i tha Saliu, rrin ata, nuk ndihen për të tjerë gjëra, pra mos prisni reagime të tyre, reagime parimore, reagime ligjore, reagime efektive për pavarësinë reale të sistemit gjyqësor. Avokat, faleminderit, ishte kënaqësi që ishit me mua në ora e fundit. Faleminderit, kënaqësi për mua. abcnews.al është ndërkohë adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale, dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët, bashkë natën e mirë.